Rubrika e horoskopit është e përditshme në kanalin ton Lajme nga vendi dhe bota. Po ju nga na shkruani cila shenjë jeni, nëse keni pyetje mos hezitoni t'i lini ato në koment në fund të videos. Faleminderit. Uroj të keni kaluar krishtlindje të gëzuara dhe të kaloni një vit të ri me njerëzit që doni. Horoskopi datë 26 dhjetor 2025 dashi. Fund viti e gjen dashin më reflektuese zakonisht sepse ndikimi i planeteve ju shtyn të bëni bilance të sinqerta, sidomos në planin financiar. Gjatë kësaj periudhe mund të kuptoni se ku kanë shkuar energjitë dhe parat tuaja gjatë vitit dhe çfarë ja vlen të vazhdojmë më tej. Në punë, edhe pasi keni marrë pushimet ose ritmi mund të ketë qenë i qetë, mendja juaj është sërish aktive dhe plot ide për vitin e ri. Ndaj mos i shpërfillni mendimet që ju vijnë papritur. Në dashuri, çiftet ndihen më të lidhur emocionalisht, sidomos nëse kanë kaluar sfida gjatë vitit. Beqarët mund të përballen me një njohje interesante në ambiente shoqërore ose miq familjar, por duhet të mos nxitohen. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes dhe tensionit. Këshilla është të mbyllni kapitujt e vjetër pa mllef. Demi. Për Demin, kjo ditë është një periudhë stabilizimi dhe vlerësimi i asaj që ka ndërtuar me durim. Financat tregojnë shenja përmirësimi, sidomos nëse keni qenë të kujdesshëm me shpenzimet gjatë muajve të fundit. Në jetën sentimentale, çiftet gjejnë qetësi dhe ndihen më të sigurt për të ardhmen e tyre bashk, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga persona që ofrojnë stabilitet emocional, jo vetëm pasion të momentit. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për sistemin tretës dhe mos e teproni me ushqimet e festave. Këshilla për fundvitin nga zodiaku është të vlerësoni atë që keni pa u krahasuar me të tjerët dhe të ndërtoni plane reale për vitin që vjen. Edhe pse nuk pritet ndryshime të mëdha në punë, ju po përgatisni terrenin për një vit më të qëndrueshëm dhe më të sigurt profesionalisht. Pushimet janë një mundësi e mirë për të shijuar rehati. Binjakët. Kjo ditë ju sjell reflektime mbi marrëdhëniet dhe mënyrën si keni menaxhuar burimet tuaja. Financat kërkojnë organizim më të mirë, sepse shpenzimet e festave mund të kenë qenë më të larta se zakonisht. Në punë, edhe pse aktiviteti është ngadalësuar, komunikimi dhe kontaktet që krijoni tani do të jenë të rëndësishme për fillimin e vitit të ardhshëm. Pushimet për ju janë më të bukura nëse përfshin lëvizje, udhëtime të shkurtra ose takime shoqërore. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për dialog të hapur për të shmangur keqkuptimet, ndërsa beqarët mund të përjetojnë flirtime interesante, por duhet të dallojnë mes interesit të përkohshëm dhe ndjenjave reale dhe afatgjata. Shëndeti lidhet me gjendjen emocionale, prandaj relaksi mendor është thelbësor. Këshilla e zodiakut është të mbyllni vitin pa fjalë të pambaruara dhe të hyni në vitin e ri me një mendje të qartë dhe të qetë. Gaforja. Kjo ditë për gaforën ka një ngarkesë emocionale të fortë, sepse ju jeni shumë të lidhur me familjen dhe kujtimet. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në shpenzimet për të tjerët, pasi ju prireni të jepni më shumë se ç'duhet. Në punë është një kohë reflektimi mbi atë që ju bën vërtet të ndiheni të vlerësuar. Pushimet janë më të bukura kur kalohen në ambiente të ngrohta familjare ose në vende që ju japin një ndjenjë sigurie. Në dashuri, çiftet do të forcojnë lidhjen e tyre përmes gjesteve të vogla dhe kujdesit ndaj partnerit, ndërsa beqarët mund të ndihen nostalgjik për lidhjet e kaluara. Shëndeti kërkon pushim dhe kujdes për sistemin nervor. Këshilla e zodiakut është të mos mbani peshë emocionale nga e kaluara dhe të hapni zemrën për një fillim më të lehtë. Luani. Luani e mbyll vitin me dëshirën për të shkëlqyer, por këtë ditë universi ju kërkon edhe reflektim. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për t'i bërë përshtypje të tjerëve. Në punë, edhe pse festat sjellin pauzë, ju jeni duke menduar hapa të guximshëm dhe strategjik për të ardhmen. Pushimet janë ideale për argëtim, por edhe për një pushim të vërtet. Është mirë ta fikni trurin këto ditë. Në dashuri, çiftet ndihen më të afërt nëse ndajnë planet për vitin e ardhshëm,
së bashku, ndërsa beqarët do të tërheqin vëmendje lehtësisht. Janë tejet magnetik sot. Shëndeti kërkon një balancë mes aktivitetit dhe pushimit. Këshilla e zodiakut është ndriçoni pa u lodhur duke provuar vlerën tuaj. Virgjëresha. Fund viti ju gjen në një gjendje reflektimi të thellë. Sot do të bëni një analizë të detajuar të gjithçkaje që ka funksionuar dhe asaj që ka kërkuar më shumë energji nga ju se ç'duhet. Financat janë të qëndrueshme, sidomos nëse nuk keni marrë vendime impulsive. Megjithatë, periudha e festave mund t'ju shtyjë të shpenzoni për familjen dhe të afërmit tuaj, gjë që ju jep kënaqësi, por duhet ruajtur balanca. Në punë, edhe pse ritmi ka rënë, jeni duke menduar seriozisht për riorganizim, ndryshim rutine ose përmirësim të kushteve profesionale për vitin e ardhshëm. Në dashuri, çiftet ndihen më të lidhur nëse ndajnë plane konkrete dhe biseda të sinqerta për të ardhmen, ndërsa beqarët janë më selektiv se zakonisht dhe nuk kënaqen me marrëdhënie sipërfaqësore. Shëndeti kërkon vëmendje. Peshorja. Për peshorën, fundi i vitit sjell nevojën për ekuilibër mes asaj që jepni dhe asaj që merrni mbrapsht, si në aspektin financiar ashtu dhe në atë emocional. Sot financat kërkojnë vëmendjen tuaj, sepse shpenzimet festive dhe dëshira për të kënaqur të tjerët mund t'ju çojnë drejt te kalimit të buxhetit. Në punë është një periudhë reflektimi mbi bashkëpunimet dhe marrëdhëniet profesionale për vitin e ardhshëm. Pushimet janë të bukura nëse i kaloni në shoqëri të mirë me njerëz që ju sjellin qetësi dhe harmoni. Në dashuri, çiftet ndjejnë nevojën për barazi emocionale dhe rikthim të romancës së thjeshtë ose eventeve, ndërsa beqarët do të njihen me dikë përmes rrethit shoqëror në një festë. Shëndeti përmirësohet kur i jepni vetes kohë për relaks dhe bukuri, qoftë përmes artit, muzikës apo një ambienti të qetë. Këshilla është të mos merrni vendime vetëm për të ruajtur paqen e të tjerëve, por të dëgjoni veten. Akrepi. Kjo ditë për akrepin është thellësisht transformuese sepse ju ndjeni që po mbyllni një cikël të rëndësishëm në jetën tuaj. Financat kërkojnë vendime të mençura, sidomos nëse mendoni për investime në vitin e ardhshëm, shlyerje borxhesh ose plane afatgjata. Në punë jeni duke përgatitur terrenin për ndryshime të mëdha që do shfaqen në janarin e vitit të ardhshëm. Pushimet për ju janë më shumë shpirtërore se sa sociale dhe ndonjëherë preferoni vetmin ose rrethin shumë të ngushtë. Në dashuri, çiftet do të përjetojnë emocione intensive dhe nevojën për thellim të mëtejshëm të lidhjes, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga persona misterioz ose të pazakontë. Shëndeti kërkon një pastrim emocional, sepse mbajtja e ndjenjave brenda mund t'ju krijojë tension. Këshilla për fund vitin është të lini pas gjithçka që nuk ju shërben më, pa frikë dhe pa keqardhje. Shigjetari. Shigjetari e mbyll këtë ditë me optimizëm dhe dëshirë për zgjerim, qoftë në mendime, plane apo horizonte të reja. Financa tregojnë shenja përmirësimi sot, por kërkohet maturi në shpenzimet e festave dhe për udhëtime. Në punë jeni ndjerë më të lirë dhe më të motivuar për të ndjekur ide që lidhen me zhvillimin tuaj personal dhe profesional. Në dashuri, çiftet ndajnë plane për të ardhmen dhe ndihen më të bashkuar, ndërsa beqarët përjetojnë njohje të papritura dhe tërheqëse. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për energjinë tuaj fizike dhe mos e teproni me lodhjen. Këshilla për këtë fundvit është të mbani gjallë shpresën, por duke ndërtuar plane konkrete dhe reale. Bricjapi. Data 26 dhjetor për Bricjapin është një moment vlerësimi për gjithë përpjekjet dhe sakrificat e bëra. Financat janë relativisht të forta dhe ju ndjeheni më të sigurt për stabilitetin tuaj. Në punë, edhe pse ka qenë një periudhë pushimesh, mendja juaj është sërish e fokusuar te objektivat afatgjat për vitin e ardhshëm dhe pozicioni që ju dëshironi të arrini. Pushimet janë më të qeta dhe familjare, pasi ju kërkoni kuptim, rehati dhe jo vetëm argëtim. Në dashuri, çiftet gjejnë stabilitet dhe mbështetje të ndërsjellë,
ndërsa beqarët mund të ndihen më të rezervuar për të hapur për diçka serioze. Shëndeti kërkon pushim dhe kujdes për kockat dhe muskujt. Këshilla për fundvitin nga zodiaku është të lejoni veten të shijoni arritjet tuaja pa u ndier fajtor për pushimin. Ujori. Fundviti ju gjen me mendje kreative dhe dëshirë për ndryshim. Sot financat kërkojnë fleksibilitet dhe rishikim të prioriteteve. Në punë, idetë tuaja do të dallohen, edhe nëse tani nuk zbatohen me një herë dhe duhet të presin për vitin e ardhshëm. Pushimet për ju janë jo tradicionale dhe shpesh spontane, plane në minutën e fundit. Në dashuri, çiftet do të kërkojnë hapësirë dhe mirëkuptim nga partneri, por duhet të janë të gatshëm të japin të njëjtën gjë mbrapsht. Beqarët nga ana tjetër do të tërhiqen nga personat të jetë origjinal. Shëndeti do të përmirësohet nëse ndryshoni rutinën. Këshilla e zodiakut për këtë vit të ri është të mos friksoheni nga rrugët e reja. Duhet të jeni të guximshëm që të gjeni pikërisht atë që kërkoni. Peshqit. Për peshqit, dita sot është intuitive, thellësi shpirtërore dhe emocionale. Financat do të kërkojnë kujdes dhe qartësi. Në punë, kreativiteti është i theksuar. Ju keni ide të reja dhe jeni më të guximshëm që t'i ndani ato me eprorët tuaj. Në vitin e ardhshëm parashikohet ngritje në detyrë ose përmirësimi i kushteve aktuale të punës. Pushimet janë kohë për reflektim dhe qetësi shpirtërore dhe fizike. Në dashuri, lidhja e çifteve do të thellohet më tej, ndërsa beqarët do të ndihen më të hapur ndaj dashurisë së vërtetë dhe njohjeve të reja. Shëndeti lidhet fort me gjendjen tuaj emocionale. Këshilla e zodiakut për këtë fundvit për peshqit është ta mbyllni vitin me falje, mirënjohje dhe paqe të brendshme. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.